Faleminderit kryetar, pyetje diskutime si gjithmonë në mënyrë që ta bëjmë Jo, për të bërë miku. kështu se edhe ke mungu gjatë, kështu. Po. Vi nga drejt për drejt në Europa. Këtu për integrimin e tje ka ngec me dy vende. S'po ecën po. Jo, si që lloj do të fare. Nuk kushta, ashtu tha? Po. Ja po të them unë që thanë atje, që fondet i partë, falë kështu se, ja të them unë që tha, edhe për i partin, këtu. Tha do rrinë, ngrirë, që vazhdojmë tu në dalim televizor. Kapitulli 27 për tokat, për gjithë këto zonat e rujtet mbrojtura. Është taksative dhe atje, nuk mbyllën, po nuk është sigurisht shikuar ligji. To ishin dy nga elemente për post tjera, megjithatë këtu vin ndryshe, po tjetër nuk diskutohet, reklamën e keni më të bukur se ne. Tani unë gjoj me mendje e nderuar, edhe kur gjoj kështu me thënë drejtën, kaq bukur që ne i kemi kaluar përtej, me thënë këto procedura, e them dy botë që jetojmë unë dhe ju, pra ministria. Spari ju thoni ndër të tjera këto që ne jemi kaq afër, po a e dini ju te siguria, pikërisht te siguria ushqimore? Po të hysh në çdo dyqan që shet bulmet, nuk ke absolutisht asnjë lloj etiket me çfarë është i përbër ky djath gjalp gjithë kohës drejt shejtanit bir. Jo, kërkoj, me që flas, me që edhe në Brukseli, se si lushnjar do thosha bere Qavez dhe kaq, po them me që si vina Brukseli, do ikim prap Strasburg që t'ja përcjellit, martën, desë. Tani, e dini ju këtë, ministria? Po, që standardi është ky? Ku është ky standard? Europian, në cilin vend botës të Europës e keni parë, që nuk janë elementet përbërës të një produkti alimentar si që është djath. Nuk ndodh, nuk ka shans. Është detyrim ligjor. Është detyrim ligjor. Ne nuk e kemi këtë. Për si do hym në Europën? Ku Europë? Para. E dyta. Besoj ju thoni që ne eksportojmë laboratoret e dëgjova që vi përmendë laboratoret. Edhe unë nga zlemi shketi, se them, sa para Europës qekim, po ku kthe kokën prap, atje nga fle gjumë mund lushnje, s'ka laborator. Ups, pyetja. Si ka mundëse? Myzeqeja, vendi me madhi produkteve agrobujësore, o pingat laborator. Jo, kemi fushkrujt, që më largë, se jo, të kalojmë që të dashke Tiranti. Jo, Tiranë, fushkruj. Pra, edhe kjo pjesë prap ngëc Europa. E kupton? Tani, ne kemi agronomat, kemi institut bëjësor, edhe shikoj unë, cop letre atje, thot, dal të shikoj qik bostanin, që e ka i mirë, hidhe. Se kjo është laboratori, të shikoj qik nga prerja, nga koka, është i bukur se është i bukur shelqi më bustani. Dhe dili si ministri dhe thoni, po eksportojmë 100 ton. Po e dini sa 100 milion ton shelqi janë në gartë. Si pasoj e ulljes çmimit, ose që nuk e kap kosë, nuk e vlen ai ta vjeli sot. Për këtë, që ka bërë bësi, ku hynë standart europian? Pra, laborator përse e përket kategorisë tokës, u ka. Laborator që të vetë shikoj nuk garë, që qatë do toka specifike nga njëra tjetra, nuk ka. Laborator, po flasë për myzeqenun, pastaj ju mirë përgjigje për që qatë doni, po unë më dhimë se ati ku prodhohet më shumë. Laborator të bëndë lushnje divjak, edhe pjesën e Beratit, Kuçovës. Pra dhe atje nuk ka. Për plerat kimik, ankohen të gjithë, po kur them gjithë në mënyrë absolute të gjithë. Sepse edhe njëherë për përsëris, për i përsëris, dhe nuk do të rresht të përsëriturit,
që ka rënë në mënyrë absolute përputhja e elementëve kimik që man etiketa thesit me atë që përmbatin që ka vetë thesi. Ka humbë besimin njerëzit. E dyta, thanë ka skema aplikimi. Skemat e aplikimit pse nuk aplikojnë njerëzit? Kanë humbë besimin ma besu. Besimin e kanë humbë. Te Ministria e Bujqësisë se fshatarët e shkret, sepse në qoftë se ju thoni një fshatar po s'pa 3 hektar tokë nuk merr subvencionim, kjo nuk shkon. Çaj bie? I bie që ta Ministria ka ndërmend shkrit gjithë hallëxhinët e tjerë i thotë ikni në emigrim ju, se ne do ju marrim tokën se do ta ketë fermat më të mëdha se kooperativat që vazhdoni ta kthejnë kooperativat mbi 3 hektar, apo do të kesh lop nga 10 e çut 5, pse jo për kokë? Apo dele që merrnin borxh njëri nga tjetri dhe çonin. Edhe kjo është hyn te siguria ushqimore. Ma besoni. Tani e di Ministria e Bujqësisë se shikoi shumë